35 vjeçari Spiro Dhimaleksi, i cili mbajti peng dhe kërcënoi jetën e prindërve në Himar pas trajtimit mjekësor në Spitalin e Vlorës për shkak të disa prerjeve nga mjeti prerës thi, është shtruar dhe po mbahet në observim në Spitalin Psikiatrik Ali Mihali. Sipas mjekëve psikiatër, 35 vjeçari nuk ka kartel me diagnozë të problemeve të shëndetit mendor, por rezulton përdorues i lëndëve narkotike në fazë të rënduar. Gjatë komunikimit me mjekët, Dhimaleksi ka qenë më i kthjellët ndërsa do të duhet të trajtohet nga toksikolog. 35 vjeçari ka thënë policisë se veprimin e ka bërë pasi dyshon se prindrit duan t'i marrin pronat. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.